Data 4 maj. Numrat. Kapitulli 11. Por populli u ankua dhe kjo nuk tingëlloi mirë në veshët e Zotit. Sa e dëgjoi, Zoti u zemërua dhe zjarri i tij shpërtheu midis tyre dhe shkatërroi skajin e kampit. Atëherë populli i bërtiti Mojsiut. Mojsiu ju lut Zotit dhe zjarri u shua. Kështu ky vend u quajt Taberah, sepse zjarri i Zotit ishte ndezur midis tyre. Dhe fundërinën heterogjene që ishte midis popullit e pushtoi një lakmi e madhe, edhe bitë e Izraelit filluan të ankohen dhe të thonë: kush do të na jap mish për të ngrënë? Nuk i harrojmë peshqit që hanim falas në Egjipt, kastravecat, pjeprat, presht, qepët dhe hudhrat. Por tani e tërë qenja jon ka shteruar, para syve ta nuk ka asgjë tjetër veç kësaj mane. Mana i ngjante farës e koriandrit dhe kishte pamjen e bdelit. Populli shkonte rreth e rrotull për ta mbledhur. Pastaj e bënte miell me mokrat ose e shtypte në havan, e zinte në një tenxhere ose përgatiste kuleç, të cilët kishin shijen e kuleçve me vaj. Kur binte vesa mbi kamp natën, binte mbi të edhe mana. Por Mojsiu dëgjoi popullin që ankohej, në të gjitha familjet e tij, secili në hyrje të çadrës së vet. Zemërimi i Zotit shpërtheu me të madhe dhe kjo nuk i pëlqeu as pak edhe Mojsiut. Atëherë Mojsiu i tha Zotit: pse e trajtove kaq keq shërbëtorin tënd? Pse nuk gjeta hir para syve të tu për të ta vënë barrën e gjithë këtij populli mbi mua? Mos vallë, unë e kam gjeneruar tërë këtë popull, mos vallë kam qenë unë që e kam nxjerrë në dritë, që ti të më thuash mbaje në përehrin tënd ashtu si taja mban fëmijën që pisis, deri në vendin që ti u ke premtuar me betim etërve të tij? Ku mund të gjej mish për t'i dhënë tërë këtij populli? Sepse vazhdon të qaj para meje duke thënë na jep mish për të ngrënë. Unë nuk mund ta mbaj vetëm tërë këtë popull. Është një barë shumë e rëndë për mua. Në qoftë se kjo është mënyra me të cilën ti dëshiron të më trajtosh, të lutem më vrit me një herë, po të kem gjetur hir para syve të tu, por mos lejo që unë të shoh fatkeqësinë time. Atëherë Zoti tha Mojsiut: mblidh me 70 njerëz nga pleqtë e Izraelit, që ti i njeh si pleqtë të popullit dhe funksionarët e tij. Silli në çadrën e mbledhjes dhe të rinë aty me ty. Unë do të zbres dhe aty do të flas me ty. Do të marr pastaj nga fryma që është mbi ty dhe do t'ua kaloj atyre me qëllim që ta mbajnë bashkë me ty barrën e popullit dhe të mos e mbash ti vetëm. Pastaj do t'i thuash popullit: shenjtërohuni për nesër dhe do të hani mish, sepse keni qarë në veshët e Zotit duke thënë: kush do t'na jap mish për të ngrënë? Ishim kaq mirë në Egjipt. Prandaj Zoti do t'ju jap mish dhe ju do ta hani. Dhe do ta hani jo për një ditë, jo për 2 ditë, jo për 5 ditë, jo për 10 ditë, jo për 20 ditë, por për 1 muaj të tërë derisa t'ju dal nga hunda dhe t'ju shkaktoj neveri, sepse keni hedhur poshtë Zotin dhe keni qarë para tij duke thënë: pse vallë dolëm nga Egjipti. Atëherë Mojsiu tha: ky popull në mes të cilit ndodhem ka 600.000 të rritur, dhe ti ke thënë: unë do t'u jap mish dhe ata do të hanë mish 1 muaj të tërë. Mos duhen therrur kopet të tëra baktish të trasha dhe të imta që të kenë mjaft mish? Apo duhet mbledhur për ta gjithë peshku i detit që ta kenë një sasi të mjaftueshme? Zoti u përgjigj Mojsiut: krahu i Zotit është shkurtuar ndofta, tani do të shikosh nëse fjala ime do të shkojë në vend apo jo. Pastaj Mojsiu doli dhe njoftoi popullit fjalët e Zotit. Mblodhi pastaj 70 njerëz pleq të popullit dhe i vendosi rreth e qark çadrës së mbledhjes. Atëherë Zoti zbriti në rend dhe i foli atij. Mori nga fryma që qëndronte mbi të dhe e çoi mbi të 70 pleqt. Por kur fryma u vu mbi ta, ata bën profeci, megjithse më vonë nuk bën më. Por 2 njerëz, njëri quhej Eldad dhe tjetri Medad, kishin mbetur në kamp, dhe fryma u vu edhe mbi ta. Këta ishin ndër të regjistruarit, por nuk kishin dalë për të shkuar në çadër. Megjithatë bën profeci në kamp. Një djalë shkoi me vrap t'ia referoi këtë gjë Mojsiut dhe i tha: Eldadi dhe Medadi po bëjnë profeci në kamp. Atëherë Jozueu, biri i Nunit dhe shërbëtori i Mojsiut, një nga të rinjtë e tij, filloi të thotë: Mojsi, im Zot, bëj që të heqin dorë. Por Mojsiu ju përgjigj: ndofta je xheloz për mua? Le të ishin të gjithë profetë në popullin e Zotit dhe dhënë Zoti që fryma e tij të vihet mbi ta. Pastaj Mojsiu u kthye në kamp bashkë me pleqtë e Izraelit. Atëherë u ngrit një erë me urdhër të Zotit dhe solli shkurta nga ana e detit dhe i la të binin pranë kampit. Një ditë ecje nga një anë dhe një ditë ecje nga ana tjetër rreth e qark kampit, me një lartësi prej 2 kubitësh mbi sipërfaqen e tokës. Populli mbeti në këmbë gjithë atë ditë, tërë natën dhe tërë ditën vjuese dhe mblodhi shkurtat. Ai që mblodhi më pak pati 10 homer dhe i shtrin rreth e qark kampit.
Kishin ende mishin ndërdhëmb dhe nuk e kishin përtypur ende kur zemërimi i Zotit kundër popullit u ndez dhe ai e goditi popullin me një plag shumë të rëndë. Kështu ky vend u quajt Kibroth Hatavah, sepse aty u varrosen njerëzit që ishin dhënë pas epsheve. Nga Kibroth Hatavahu populli u nis për në Halceroth dhe u ndal në këtë vend. Psalmi 48. I madh është Zoti dhe meriton të lëvdohet në kulm në qytetin e Perëndisë tonë, në malin e tij të shenjtë. I bukur për nga lartësia e tij, gëzimi i gjithë dheut është mali i Sionit, nga ana e veriut, qyteti i mbretit të madh. Në pallatet e tij Perëndia u bë i njohur si një kala e papushtueshme. Ja, mbretërit ishin mbledhur dhe shihnin përpara bashkarisht, por sa e pan mbeten të shushatur dhe ikën të tmerruar. Atje i zun drithmat dhe si të prerat e lindjes, në të njëjtën mënyrë si era e lindjes që i bën cop anijet e Tarshishit. Siç e kishim dëgjuar, ashtu pam në qytetin e Zotit disa ushtri, në qytetin e Perëndisë tonë. Perëndia do ta bëjë të qëndrueshëm për jetë. Në tempullin tënd o Perëndi, ne kemi rënë në mendime mbi mirësinë tënde. Ashtu si emri yt o Perëndi, kështu lëvdimi yt arrin deri në skajt e tokës. Dora jote e djathtë është tër drejtësi. Le të gëzohet mali Sion, le të ngazëllojnë vajzat e Judës për gjykimet e tua. I bini rrotull Sionit, vizitojeni, numëroni kullat e tij. Këshyrni fortesat e tij, admironi pallatet e tij, me qëllim që të mund t'u tregoni prezave që do të vinë. Sepse ky Perëndi është Perëndia ynë për jetë. Gjithnjë, ai do të jetë udhëheqësi ynë deri në vdekje. Isaia, kapitulli i parë. Vegimi i Isaias, birit të Amocit, që ai pa për Judën dhe Jeruzalemin në ditët e Uziahut, të Jothamit, të Ashazit dhe të Ezekias, mbretër të Judës. Dëgjoni o qiej dhe dëgjo tokë, sepse Zoti ka folur. Kam edukuar fëmijë dhe i rrita, ata u rebeluan kundër meje. Kau e njeh të Zotin e tij dhe Gomari grazhdin e zotërisë së tij, por Izraeli nuk ka dije dhe populli im nuk ka mend. Mjerë, kom mëkatar, populli ngarkuar me paudhësi, rac keqbërësish, biqe veprojnë në mënyrë të çoroditur. Kanë braktisur Zotin, kanë përçmuar të shenjtin e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer prapa. Pse doni që të goditini edhe më? Do të ngrini krye edhe më tepër? Gjithë koka është e sëmurë, gjithë zemra lëngon. Nga tabani i këmbës deri te koka nuk ka asgjë të shëndosh, vetëm plag, vorrata dhe plag të hapura që nuk janë pastruar, as lidhur, as qetësuar me vaj. Vendi juaj është shkretuar, qytetet tuaja janë djegur nga zjarri, tokën tuaj e përpin të huajt para syve tuaj, është si një shkretim sikur ta kishin shkatëruar të huajt. Kështu bia e Sionit ka mbetur si një karakoll në një vresht, si një kasolle në një ar me shalqi, si një qytet i ngujuar. Në qoftë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë një mbetje të vogël, do të ishim si Sodoma dhe do të ngjisnim Gomorës. Dëgjoni fjalën e Zotit o krerë të Sodomës, vërni veshin ligjit të Perëndisë tonë o popull i Gomorës. Ç'më duhet shumica e flijimeve tuaja, thot Zoti, jam ngopur nga holokaustet e deshve dhe nga dhjami i kafshëve të majme, gjakun e demave të qengjave dhe të cijevve nuk e pëlqej. Kur vini të paraqitni përpara meje, kush ua ka kërkuar këtë që të shkelni oborret e mia? Mos sillni mëbla time të kota, temjani është neveri për mua, nuk mund t'i duroj hënat e reja dhe shabatet, thirrjen e asambleve dhe paudhësinë bashkë me mbledhjet e shenjta. Unë ju urrej hënat tuaja të reja dhe festat tuaja solemne, janë një barr për mua, jam lodhur duke i duruar. Kur i shtrini duart tuaja, unë i fshes sytë e mi nga ju, edhe kur i shumoni lutjet tuaja, unë nuk dëgjoj, duart tuaja janë tër gjak. Lahuni, pastrohuni, largoni nga prania ime ligësinë e veprimeve tuaja, mos bëni më keq. Mësoni të bëni të mirën, kërkoni drejtsinë, ndihmoni të shtypurin, sigurojeni drejtësi e timit, mbroni çështjen e gruasve. Ejani pra dhe diskutojmë bashkë, thot Zoti, edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora, edhe sikur të ishin të kuqe si purpur, do të bëhen si leshi. Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit. Por në rast se refuzoni dhe rebeloheni, do t'ju përpi shpata, sepse goja e Zotit ka folur.
Si bëhet që qyteti besnik është shndërruar në një prostitut? Ishte plot ndershmëri, drejtësia që ndronte në të, por tani aty banojnë vrasësit. Argjendi yt është bërë zgjyrë, vera jote është holluar me ujë, princat e tu janë rebel dhe shok me hajdutët, të gjithëve u pëlqejnë dhuratat dhe turrën pas shpërblimeve, nuk i sigurojnë drejtësi jetimit dhe çështja e gruasve nuk arrin para tyre. Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, i fuqishëm i Izraelit thot: Po, do të hakmerrem me kundërshtarët e mi, do të marr hak me armiqtë e mi. Do ta vë përsëri dorën time mbi ty, do të pastroj nga zgjurat e tua si me sodën dhe do të heq tër plumbin tënd. Do të rivendos gjyqtarët e tu si që ishin në krye dhe këshilltarët e tu si që ishin në fillim. Mbas kësaj do të quhesh qyteti i drejtësisë, qyteti besnik. Sioni do të shpengohet me anë të së drejtës dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. Por rebelët dhe mëkatarët do të shkatërrohen së bashku dhe ata që braktisin Zotin do të çfarosen. Atëherë do t'ju vit turp për lisat që keni dashur dhe do të skuqeni për kopshtet që keni zgjedhur, sepse do të jeni si një lis me gjethe të fishkura dhe si një kopësht pa ujë. Njeriu i fortë do të jetë si kallamishtet dhe vepra e tij si një shkëndi. Do të digjen të dy bashk dhe askush nuk do t'i shuaj. Hebrejve, kapitulli 9. Se vërtet, edhe e para beslidhje kishte dekrete drejtësie për shërbesen hyjnore dhe për shenjtëroren toksore. Sepse u ngrit tenda e para, në të cilën ishte shandani, tryeza dhe bukët e paraqitjes. Ajo quhet vendi i shenjtë. Pas velit të dytë ishte tenda e quajtur vendi shumë i shenjtë, që përmbante një tymtore për jari edhe arkën e beslidhjes, të mbuluar nga të gjitha anët me ar, në të cilën ishte shtamba e artë me man, shkopi i Aronit që kishte buluar dhe rrasat e beslidhjes. Edhe sipër saj kerubinet e lavdis që i bënin hije pajtimores. Por këto gjëra nuk do të flasim me hollësi tani. Duke qenë të ndërtuara kështu këto gjëra, priftrinjt hynin vazhdimisht në tendën e parë për të kryer shërbesën hyjnore. Por në të dytin hynte vetëm kryeprifti, një herë në vit, jo pa gjak, të cilin e ofronte për veten e tij dhe për mëkatet e popullit të kryera në padije. Nëpërmjet kësaj, fryma e shenjtë tregonte se udha në shenjtëroren ende nuk ishte shfaqur, mbasi ende po qëndronte tenda e parë, e cila është një shëmbëltyr për kohën e tanishme, sipas të cilës ofrohen dhurata si dhe flijime, të cilët sipas ndërgjegjes nuk mund të bëjnë të përsosur ato që kryen shërbesën hyjnore. Vetëm me ushqime dhe pije dhe larje të ndryshme dhe rregulla mishërore të imponuara deri në kohën e ndreqjes. Por Krishti që erdhi si kryeprift i të mirave që kanë për të ardhur me tabernakullin më të madh dhe më të përkryer, që s'është bërë me dorë, domethënë që nuk është e kësaj krijese, hyri një herë për gjithmonë në shenjtërore, jo me gjakun e cijepve dhe të viçave, por me gjakun e vet dhe fitoi një shpengim të përjetshëm. Sepse në qoftë se gjaku i demave dhe i cijepve dhe hiri një mëshqere i spërkatur mbi të ndoturit i shenjtëron, duke i pastruar në mish, aq më shumë gjaku i Krishtit i cili me anë të frymës së përjetshme ai ofroi veten e tij të patëmet Perëndis, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për t'i shërbyer Perëndisë së gjallë. Dhe prandaj ai është ndërmjetësi i beslidhjes së re, që me anë të vdekjes që u bë për shpengimin e shkeljeve që u kryen gjatë beslidhjes së parë, të thirrurit të marrin premtimin e trashëgimisë së përjetshme. Sepse atje ku ka dhjat, do të jetë me do e mos edhe vdekja e trashëgimlëncit. Sepse dhjata është e vlefshme vetëm pas vdekjes, sepse nuk ka kurfar fuqie derisa trashëgimlënci ende rron. Prandaj dhe beslidhja e parë nuk u përrua pa gjak. Sepse kur ju tham të gjitha urdhërimet sipas ligjit gjithë popullit nga Mojsiu, ky mori gjakun e viçave, të cijepve, bashkë me ujë, lesh të kuq të ndezur dhe hisop, e spërkati edhe librin dhe gjithë popullin duke thënë: Ky është gjaku i beslidhjes që Perëndia urdhëroi për ju. Gjithashtu ai me atë gjak spërkati edhe tabernakullin dhe të gjitha enet e shërbesës hyjnore. Dhe sipas ligjit gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut, dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes. Ishte pra e nevojshme që format e gjërave qiellore të pastroheshin me këto gjëra, por vetë gjërat qiellore me flijime më të mira se këto, sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa e saj të vërtet, por në vetë qiellin për të shfaqur tani përpara Perëndisë për ne.
edhe jo për të ofruar si fli veten e vet shumë herë, sikurse kryeprifti që hyn vit për vit në shenjtërore me gjak të një tjetri, sepse për ndryshe ai duhet të vuante shumë herë që kurse u krijua bota. Por tani, vetëm një herë, në fund të shekujve, Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes. Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin një herë e më pas gjyqi, kështu edhe Krishti, pasi u dha një herë për të marrë mbi vete mëkatet e të shumtëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin me durim për shpëtim.